Kjo është shtëpia ku në vitin 1814, pra 212 vite më parë, lindi poeti jon kombëtar Jeronim Derrada. Jeronim Derrada mbahet si themelues i letërsisë moderne shqiptare. Ishte babai i asaj që u bë pastaj divizja për pavarësi dhe shënoi atë plejadën e rilindësve tan të jashtëzakonshëm. Jeronim Derrada është një gur themeli në letërsinë shqiptare për sa i përket shekullit të 19, por dhe në tej. Ai lindi në këtë shtëpi që shikojmë këtu dhe u rrit në këtë qytet të vogël Arbëresh në Italinë e Jugut, në Kalabri. Ai lindi pikërisht në këtë qytet që quhet Macchia Albanese. Pikërisht në këtë derë